Diabeti është një nga sfidat më të mëdha shëndetësore të kohës moderne, një sëmundje kronike që prek miliona njerëz në mbar botën dhe sjell kosto të lartë sociale, shëndetësore dhe ekonomike. Në ditën botërore të diabetit, mesazhi kryesor mbetet i qartë: parandalimi përmes vetëdijësimit, kontrollet e rregullta mjekësore dhe një stil i shëndetshëm jetese. Me këtë porosi, shoqata When in Trouble organizoi një ligjërat në shkollën e mesme teknike në Gostivar për të përcjellë nxënësve informacionin se kjo sëmundje nuk njeh moshë dhe prek edhe të rinjt. Kështu deklaroi kryetaria e shoqatës Biljana Belovinova. Денес имаме настан да го одбележиме светскиот ден на диабетот, како и Me rastin e ditës botërore të diabetit, ashtu sikurse gjatë viteve të kaluara, këtë vit në prioritet nxjerrim të rinjt, sepse në të vërtetë më e rëndësishme është prevenimi sesa ballafaqimi me sëmundjen. Këtë vit e kemi ftuar doktor specialiste endokrinologen Slavjana Maksimovska, e cila do të mbajë ligjërat të shkurtër të rinjve rreth ushqimit të shëndetshëm dhe rreth asaj se si të mbrohemi. Më pas do të takohemi edhe me më të moshuarit, që ta masim në mënyrë preventive nivelin e sheqerit në gjak, tha Biljana Belovinova. Diskutimin me nxënësit mbi sëmundjen e bëri doktoresha specialiste endokrinologe Slavjana Maksimovska, e cila theksoi se qëllimi është ngritje e vetëdijes për kryerjen e kontrolleve të rregullta, të cilat kanë për qëllim parandalimin e diabetit. Ова година мотото на Светската здравствена организација по повод Светскиот ден на диабетесот е диабетес. Këtë vit mota e Organizatës Botërore të Shëndetësisë me rastin e ditës botërore të diabetit është diabeti në faza të ndryshme të jetës. Këtë vit diskutimin mbi diabetin e zhvillojmë në shkollën teknike. Sot besoj se pak do t'i njoftojmë fëmijët se si ta parandalojnë. Fokusi është mënyra e jetesës dhe aktiviteti fizik. Këto janë faktorët kyç që e sillnin sëmundjen në vitet e hershme ose e shtyn atë për vitet e mëvonshme, tha Slavjana Maksimovska, specialiste endokrinologe. Në kuadër të këtij aktiviteti, nxënësve ju mat sheqerin në gjak dhe ju ndan materiale informative për gjërat kyçe që duhet t'i dinë rreth sëmundjes. Ndryshe, numri i personave të prekur nga diabeti është në rritje, si pasojë e keq ushqyerjes dhe mungesës së aktivitetit fizik, ndërkaq enigma mbetet numri atyre që jetojnë me sëmundjen pa e ditur deri në momentin kur shfaqen pasojat.